Vetëm 15 kilometra larg nga qyteti i Prizrenit, gjendet fshati Lez, që dikur kishte rreth 400 banor, por që sot jeton vetëm 1 banor. Lezi dhe Kushtendili janë 2 prej fshatrave më të thella të Prizrenit, por atje tash pothuajse nuk ka mbetur frymë njeriu. Prizreni ka një varg fshatrash piktoriste, si Gorozhupi, Planeja, Milaj në rajonin e Hasit, pastaj Lezi e Kushnini në rajonin e Vërinit, apo Struzha në luginën e Lumbardhit. Por në këto fshatra është zvogluar në mënyrë drastike numri i banorëve. Kjo vjen për shkak të mungesës së kushteve elementare për të jetuar. Këtu pas lufte nisën jetën 8 familje, por duke parë se stili jetës kishte ndryshuar, edhe ato familje u detyruan të ikin nga aty, duke lënë të shkreta, kroje e male, fusha e ara vazhdimisht, derisa edhe ata që vizitonin fshatin kujdesin kësht për të. Fshatrat që po zhduken një nga harta e megjithatë, atyre u dhem që tani fshati ka mbetur vetëm me 1 banor. Edhe ish banor të tjerë të fshatit shprihen me mallëngjim për fshatin që u detyruan ta lënë. Ajo tokë ka mbajtur gjallë shumë banor e shumë mysafir që veronin në këtë anë, tregon ai. Ndryshe nga fshati Lez, i dha shumë luftës së ushtrisë shqirimtare të Kosovës, duke filluar me 1 deri më 5 shtator të vitit 1998. Në fshatrat e Vërinit të Prizrenit u zhvillua lufte ashpër dhe e pabarabart në mes të njësive të sapo formora të UÇK-s dhe forcave serbe. Atë fillim shtatori në mbrojtje të vendit të tyre ranë 13 dëshmor dhe asgjë më nuk ka mbetur nga fshati Lez i komunës së Prizrenit, ku në vitin 1998 në këtë fshat dhe të tjerët përreth në Vri ishin vendosur bazat kryesore të shtabeve të UÇK-s. Gjevat Bekem e Salajdin Berisha, tashmë dëshmor të kombit, në atë kohë ishin sportistë të mundjes në nderim të tyre, që në çdo shtator mbahet dhe turniri i pehlivanëve. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.